Hani një fet djathtë në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Kush nuk e do djathin? Shqiptarët e konsumojnë në shumë. Një fet djathi e shëndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një produkt I bëlmetit nga më të rekomanduarat për mjekët dhe për shkak të vlerave shëndetësore që ai bart. Por, e kishin menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat kryesore të djathit në dietën tuaj ditore? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh ushqyes. Sipas të dhënave të Healthline, mëngjesi është vakti kryesor dhe më I përshtatshëm kur trupi jon do të marrë përfitimet kryesore për konsumin e tij. Gjithashtu, në këtë video do të listojmë përfitimet kryesore që djathi I bardhë do të ofrojë në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimet që I ofron imunitetit tuaj në tërësi. Sipas të dhënave, djathi I konsumuar në mëngjes është lehtë më I tretshëm. Djathi I bardhë është një produkt I bulmetit që organizmi ynë mund ta tresë më lehtë dhe mund të përfitojë më shumë prej vlerave të tij ditore. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt në të njëjtën kohë, lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që ai I përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti-inflamator, ai ndihmon shumë në tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka një përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi I bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse djathi konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrnave gjatë gjithë ditës. Djathi është një burim shumë I mirë I proteinave cilësore. Përveç sasive të mira të kalciumit, djathi I bardhë përmban gjithashtu edhe sasi shumë të mira të proteinave, të cilat mund t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe të lehtësojnë komplikacionet. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë proteinë cilësore, kjo për të ndikuar në mbrojtjen e shëndetit dhe për të lehtësuar komplikacionet. Nga njëra ana të japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin dhe për muskujt tuaj. Shtimi I djathit në vaktet tuaja ditore do t'jap gjithashtu nivele shumë të mira të vitaminave. Djathi I bardhë është I pasur me vitamina, siç janë për shembull vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë që vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha problemet e radikaleve të lira. Fosfori I fundi në radhë, por jo nga rëndësia. Është një mineral I cili gjendet në qelizat dhe ndihmon organizmin ton. Ai ndihmon edhe në ruajtjen e ekuilibrave të aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për një jetëgjatësi dhe një organizëm edhe më të shëndetshëm. Këto vitamina dhe minerale që gjenden nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruhen më mirë në organizëm dhe të kryejnë më mirë funksionet e tij gjatë gjithë ditës. Djathi përmban probiotik fantastik. Djathi I bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tuaj tretës. Ai arrin të ruajë më mirë organizmin dhe të kryejë më mirë funksionet e tij gjatë gjithë ditës. Djathi I bardhë përmban probiotik fantastik. Djathi I bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban gjithashtu një numër të lartë të probiotikëve, të cilët do të ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut tuaj. Ai është I mirë gjithashtu edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Djathi ndihmon në shëndetin më të mirë të kockave. Duke qenë se djathi I bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës, ai mund të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të nyjeve. Djathi I bardhë mund të prodhohet nga qumshti I lopës, deles ose dhis. Është një nga burimet kryesore të kalciumit, kaliumit e të tjera. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi juaj do të përfitojë
nivelet e duhura të mineraleve për t'i ofruar shëndetit një mbrojtje më të mirë. Djathi mund të cilësohet si një ushqim me yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në masën e tij ditore, ai mund të kontribuojë ndjeshëm në shëndetin dhe trupin e njeriut, duke i ofruar atij një mbrojtje më të mirë energjike dhe duke evituar gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të mira të bulmetit, që mund të mbajnë larg komplikacione dhe të nxisin gjithashtu një rritje më të mirë të rezistencës së shëndetit tuaj. Djathi përmban vitaminën B12. Vitamina B12, e cila përndryshe është shumë e vështirë për të gjetur, na çliron gjithashtu edhe nga lodhja, dobësia, përmirëson gjithashtu qëndrueshmërinë dhe trupi të njeriut, i bën edhe një rritje më të mirë të rezistencës dhe vështirësive që mund të përjetojë në çdo ditë. Gjithashtu, djathi mund të shoqërohet edhe me një nxitje më të mirë të kësaj vitamine, e cila është shumë e rëndësishme në rritjen e humorit, lehtësimin e simptomave të depresionit dhe të tjera. Ekspertët e Healthline e këshillojnë djathin si një prej përzgjedhjeve më të mira për të marrë këtë vitaminë. Djathi i bardhë është i dobishëm për shëndetin e zemrës. Sipas studimeve të botuar në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet gjithashtu me një risk prej 3% më të ulët të goditjes në trup. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht i moderuar, mund të shoqërohet gjithashtu edhe me përmirësime më të mira të shëndetit kardiovaskular dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi mund të shoqërohet në forma të ndryshme në vaktet tuaja ushqyese, dhe kështu ndikimet që do të luajë në mbrojtjen e shëndetit do ta bëjë atë një prej produkteve më të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline këshillojnë konsumin e djathit natyral të përgatitur vetë në shtëpi si një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë vlerat në shëndet dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Djathi është një produkt shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj tretës. Bakteriet në djath janë të dobishme për shëndetin dhe trupin tuaj. Konsumi i djathit mund të rregullojë gjithashtu edhe mikroflorën dhe përqendrimin e bakterieve të mira në zor, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë në tretjen dhe metabolizmin tuaj, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur gjithashtu një rezistencë më të mirë të trupit. Duke përmirësuar florën bakteriale të zorëve, do të ndihmoni metabolizmin dhe përmirësoni gjithashtu sistemin tuaj tretës. Djathi është i pasur me nivele shumë të mira të kalciumit. Djathi përmban 280 deri në 450 mg kalcium për çdo 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme kalciumit do të ndihmojë gjithashtu masën tuaj kockore dhe do të kontribuojë në betejën kundër problemeve që shkakton osteoporoza. Për më tepër, kërkime shkencore kanë treguar se shtimi i djathit në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin tuaj të nyjeve. Djathi i bardhë është i pasur me nivele shumë të mira të proteinës. Proteina do të kontribuojnë gjithashtu në rregullimin e aktiviteteve tuaja metabolike, në ndërtimin e masës muskulare, djegjen e djamit të tepërt dhe përmirësimin e shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet e tij në dobi të vlerave të trupit dhe të lehtësoni inflamacionet, sigurohuni që djathin ta keni pjesë të pasvendësueshme të dietave tuaja. Kryesisht djathin e përgatitur vetë në kushte shtëpie. Djathi do të ndihmojë në një rritje më të mirë të masës tuaj muskulare. Konsumi pothuajse 1 filxhan djath në ditë për 12 javë me radhë mund të ndihmojë gjithashtu në nxitjen e një rritje të mirë të masës tuaj muskulare. Sipas një studimi të botuar në Clinical Intervention in Angin në vitin 2014, pra duke konsumuar djath të përgatitur vetë në kushte shtëpie, do të ndihmoni gjithashtu edhe në rritjen e masës tuaj muskulare. Sigurisht, djathi që shtoni në dietën tuaj nuk duhet të përmbajë shtesa të tepërta të kripës, pasi kjo mund të ndikojë drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Konsumojeni djathin në racionet e duhura ditore për të evituar gjithashtu komplikacionet në organizëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.